Kryeministri Albin Kurti me ceremoni zyrtare mirëpriti për takim bilateral kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Marrëdhëniet ndërshtetërore, marrëveshje ndërqeveritare, projektet infrastrukturore me interes të përbashkët dhe mundësitë e reja në këtë mandat të dy qeverive ishin ndër temat kryesore të diskutimit, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Rama uroi kryeministrin Kurti përfitore në zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe për formimin e qeverisë. Për shkak kryeministri Kurti shprehi falënderimin e tij dhe vullnetin e qeverisë që drejton për forcimin dhe zgjerimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në shërbim të qytetarëve dhe të marrëkombit. Bashkëpunimi dhe marrëveshjet e deritanishme ndërshtetërore në 5 vitet e fundit kanë përfshirë njësimin e teksteve shkollore, projektet kulturore ndërkombëtare, projektet infrastrukturore, si dhe Hekurudha Prishtinë-Durrës. Lehtësimin e lëvizjes në zonat kufitare, njohjen e diplomave, pastaj bashkëpunimin në energji, siguri, sport, transport, turizëm dhe zhvillimin ekonomik, vijon tutje njoftimi i zyrës së kryeministrit.